Mirë se erdhët në Mashqip. 57 vite më parë, pikrisht në vitin 1969, u realizua fluturimi i parë i njeriut drejt hënës në emisionin Apollo 11, ku astronauti Neil Armstrong u bë njeriu i parë që shkeli në hënë, i ndjekur nga kolegu i tij Buzz Aldrin. Në atë kohë, pas përfundimit të misionit, Armstrong e përshkroi zbritjen në hënë me fjalët që edhe sot kujtohen. Një hap i vogël për njeriun, por një hap gjigant për njerëzimin. E ky hap gjigant u përsërit vetëm pak ditë më parë, ku ne, njerëzimi në tokë, ishim dëshmitar të një ngjarje historike. Udhëtimi 10 ditor rreth hënës të 4 astronautëve të NASA-s, të cilët na sollën imazhe mahnitëse të tokës dhe hënës nga disa këndvështrime. Si dhe monitoruan, testuan sistemin e jetesës, oksigjenin, presionin dhe temperaturën në hapësirë dhe rreth hënës, navigimin e komunikimit dhe performancën e anijes me njerëz në bord, si dhe regjistrimin dhe fotografimin mahnitës me detajet të gjitha këndëve të hënës dhe tokës. Por në vitin e largët 1969, kur ndodhi edhe zbritja e njeriut të parë në hënë me misionin Apollo 11, pjesë e këtij projekti gjigant në atë kohë ishte edhe një shqiptar, inxhinieri William ose Wilson Kokalari nga Gjirokastra, detyra e të cilit ishte testimi i programeve elektronike të anijes kozmike Columbia që qëndroi në orbitë dhe Eagles që zbriti në hënë, me astronautët në bord, ku më pas rezultoi se ky testim dhe udhëtim ishte i suksesshëm. Siç duket edhe pas 57 viteve nga Apollo 11, përsëri një shqiptar kishte një rol të rëndësishëm si non-kontraktor i NASA-s për testimin e pajisjeve elektronike të anijes kozmike Orion, para udhëtimit 10 ditor rreth hënës në misionin hapësinor Artemis 2. Ai është presidenti i kompanisë Devetron me qendër në Rhode Island dhe quhet Albon Rexhepi, i lindur në fshatin Qegran të Gosivarit të Maqedonisë së Veriut. Albon, mirë se erdhe dhe faleminderit që gjete kohë. Përshëndetje Flamur, edhe ti faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësia ime dhe të them drejtën, shumë njerëz dhe shumë anëtarë të komunitetit tonë shqiptar janë bërë krenar kur kanë dëgjuar për historinë tënde. Faleminderit. Si vendi ku ndodhet Albani dhe kompania e tij është rreth 140 km larg studios time, por për shkak të angazhimeve Albani nuk mund vinte fizikisht në studio dhe për këtë fakt bisedën do ta bëjmë online. Kështu që ne do mundohemi të sqarojmë 2-3 pika që ku dhe si mori pjesë Albani në gjithë këtë historinë. Kështu që Albani, si ndihesh tashmë që misioni përfundoi me sukses? Do me thënë, në moment ndjehem tepër i lumtur që misioni u krye me sukses. Ndjehem edhe shumë krenar dhe shumë i privilegjuar për pjesëmarrjen time dhe sidomos dhe e ftehmës që udhëheq unë në këtë mision si që është Artemis Dishi. Kompania ku jeni presidenti i saj morët edhe certifikatën e falënderimit nga NASA. Si arriti kompania juaj të jetë pjesë e këtij projekti gjigant të NASA-s, Artemis 2 ose Artemis 2? Dhe me ta ne me nasëm në Artemis 2 bashkëpunojmë që 4 vite prej 2022 dhe ne morëm pjesë në këtë projekt nëpërmjet produkteve që i ofrojmë, si dhe ekspertizën e ekipit tim këtu në këtë firmë. Produktet tanë pikërisht janë produkte janë shumë të avancuar në teknologji dhe përdoren pikërisht për matje dhe testim. Edhe ndryshe në anglisht disa vete i njohin si data acquisition, do me thënë marrin të dhëna, përveç se bëjnë teste, por edhe marrin të dhëna. Pra thoni, marrin të dhëna nga programi i po themi daljes në hapësirë, edhe në ato kanë bërë regjistrime, apo thjesht marrin të dhëna nga sistemi se si funksionon? Se dua të jam pak më i qartë që ta kuptojmë njerëzit se për çfarë konkretisht keni kontribu. Që do të regoj atër, do me thënë konkretisht produktet tanë përdoren gjatë fazës të zhvillimit dhe testimit dhe pikërisht për kapsulën Orion. Do me thënë ne kena marrë pjesë në pjetë fazët të kësaj Artemis Dishit, por faza kryesor ka qenë në kapsulën Orion dhe bashkë si punëtar me Lockheed Martin. Ajo është një firmë tjetër e njohur këtu në Amerikë. Do me thënë me produktin tanë kam bërë shumë testime si që është për shembull mundësit elektronike të kapsulës. Do me thënë kapsula kur e merr rrugtimin e vet, do të ketë shumë kështu si thonë shumë përballime në atë rrugtim dhe elektroniket mund të më funksionojnë. Si shembull e pam ditën e fundit si ishte ajo blackout për 6 minuta.
ne priqim se do të ndodhë ajo, por veç asaj bëjnë shumë teste tjera, si për shembull kur ndryshon temperatura, kur bëhet shumë ftohtë, kur bëhet shumë nxehtë, a do të funksionojë si duhet. Kur do të ketë drithrime, a do të funksionoj si duhet, a do të maj ende rrugtimin si duhet, dhe më në fund edhe bërën testime se shembull kur do të fket kapsula në atmosferën e tokës, ajo kthehet me një shpejtësi shumë të madhe dhe një temperaturë shumë të lartë. Besoj se me 1000 gradë Celsius dhe duke se 14.000 km/h ishte shpejtësia kur hiri në atmosferën e tokës. Ke kapsula vendojnë një heat shield, i thonë, domethënë një mbrojtje për nxehtësinë. Me produktin tonë, nëpërmjet senzorëve e lidhin të ajo heat shield dhe e bëjnë testimin se deri në çfarë temperaturë do mund të përballojë ajo. Domethënë, këtu ka në pyetje jetën e 4 astronautëve. Duhet gjithçka të shkojë në rregull. Edhe si test të fundit, jo vetëm jetën e 4 astronautëve. E shumë mirë, edhe historinë amerikane. Edhe një test tjetër që e bën me produktin tonë, domethënë para rrugtimit, e marrin kapsulën e Orion dhe e shohin kur do të përplaset te Oqeani Pacifik, atë mund të përballojë atë në përplasje për shkak se edhe pse i lishojnë atë parashutet, ende do të jetë një shpejtësi shumë e madhe. Ende është, se është kryer në këtë moment projekti. Po Deventron, kompania ku ju jeni president, cila është konkretisht, po themi, ajo çfarë prodhon kompania juaj në këtë mision, përveç atyre që e përshkruan fakt si sensorët, në vendosje në kapsulën Orion, çfarë teknologjie apo produkte ka ofruar kompania juaj për NASA-n, përveç sensorëve, çfarë përveç këtyre matjeve, testingeve, ku pajisja ku vendose apo si është alternuar, dua pak ty më brendësi fakt. Pa problem. Domethënë edhe përveç në sensorëve, Johnson ne ofrojmë edhe do kompjutera NASA-s, këto janë kompjuter të mëdhenj dhe shumë të avancuar. Një kompjuter mund të kushtojë prej $50,000 e deri më $250,000 njëri prej këtyre kompjuterëve. Domethënë ne ofrojmë NASA-s tire dhe këtu mund të bëjnë shumë analiza me këto kompjutere tonë. Sa për një sqarim, produktet tonë edhe pse janë përdorur në zhvillimin e kapsulës Orion, pas zhvillimit dhe përgjatë rrugtimit, produktet tonë nuk gjenden brenda në kapsulën Orion. Do të gjenden senzora gjaja se do të bëjnë matje direkt, matje live, për këto kompjuteret si ofrojmë NASA-s që janë kryesar gjatë zhvillimit të kapsulës, këto nuk gjenden dhe nuk marrin pjesë për gjatë 10 ditëve të rrugtimit. Pra, teknologjia juve përveç më shumë është fokusuar edhe në testimet e kapsulës Orion para nisjes. Po, domethënë, si thuaj në anglisht në research and development, në atë fazë më së shumë të përdoren produktet tonë, për shkak se në një projekt si Artemis Dishi, duhet të bësh sa më shumë teste, domethënë teste me vite që të sigurosh se çdo gjë do të shkojë sigurt. Dhe veç asaj ju ofrojmë NASA-s edhe shërbime të ekspertive të inxhinierëve tonë. Domethënë inxhinierët tonë janë ekspert në këto aplikacia dhe ata mund të ndihmojnë në çfarëdo pyetje apo çfarëdo testime duhet me bë për kapsulën dhe për pjesë tjerë. Ju e thatë që produkti juaj është përdorur gjatë gjithë kohës në kapsulën Orion, po si është punosh me NASA-n? Sa e vështirë standardet që kërkojnë ata? Po, domethënë standardi për të punuar me NASA-n janë standarde shumë të larta. Siç e thash edhe më parë, bisedohet për jetën e astronautëve dhe siç e the edhe ti për historinë e Amerikës. Domethënë çdo gjë duhet të jetë sa më precise me një standard sa më të lartë. Shembull me produktet tonë mund të bësh edhe real time measurements, i thonë. Domethënë kur i bën këta masat nuk ka as 0.1 milisekond dallim nëpërmjet masave dhe atë që shohim në real. Këto janë gjërat kryesore që do të lejojnë të kallëzojnë të gjithë rezultatet se çfarë do të ndodhë kur të niset rrugtimi apo si nisi rrugtimi. Domethënë kanë marrë të gjithë gjërat parasysh dhe i shohin real time. Ja lishojnë temperaturën kapsulës, e dridhin kapsulën, e ftofin kapsulën, këtë gjërat i bojnë dhe i shohin real time, që kur në fakt që ashtu kur mirët rrugtimi, do të jetë rrugtimi sigurt, dhe siç e pam i dalëm me sukses. Po pajisjet tuaja do të thonë kanë testuar më shumë pjesët e Orionit dhe pajisjet kompjuterike të instaluara keni pas brenda në kapsul pajisjet kompanisë tuaj gjatë udhëtimit apo vetëm
vetëm testimet janë marrë nga ju? Ja, gjatë udhëtimit produktet tonë nuk janë gjendur brenda në kapsulën Orion. Po, a keni projekte tjera për të vazhduar me Artemis 3-shin besoj, pasi diskutohet tashmë se misioni tjetër është zbritja në hënë. Po, domethënë kemi edhe marrëveshje me NASA për të vazhduar me Artemis 3-shin. Në fakt, në moment nuk mund të hap shumë informata për Artemis 3-shin përveç objektivës të saj. Mund të them pak lirisht se kur aprodhuar kapsula për Artemis D, në atë moment janë realizuar edhe prodhimet për Artemis 3-shin, dhe më thënë kam bërë dërë testime bashkë si për D-shin dhe për 3-shin. Nuk e di ajo është kështu info që është publikisht, por ja, nuk besoj se... e them këtu në podcast, ama për ndryshe pak më shumë që në detaj nuk mund të hip Artemis 3-shin. Pra, ideja që kompania juaj vazhdon në kontraktimin në NASA-n për të vazhdu projektet në vazhdim për dërgimet në hënë. Po si është ndjesia, si ishte ajo ndjesia ditën kur u ngrit anija kozmike? Kam parë disa në rrjetet sociale në fakt që ke postuar. Më thuj pak ata emocionet, si ishte ajo dita kur u nisët nga Rhode Island, shkuat ande, ku vendosët, si ishte ajo rrugtimi, dua pak të jem brendësi para se filloi ngritja e raketës. Po, rehat. Domethënë, ajo ishte një udhtim me për 4 ditë. Domethënë në Florida nitëm 4 ditë, se aty ishte ku filloi rrugtimi Artemis D-shit. Ditët e para ishin ditë faste, domethënë NASA bashkë me prime contractor si quajnë, na fkatën të gjithë neve nën kontratë tjerë, so nën contractor. Në kontraktuesi tjerë, në tinën të gjithëve, si një moment festimi, na pregaditën pak se si do të shkojë dita e rrugtimit, si dhe edhin dha një laf dhe lajm të mirë për të gjithë që marrën pjesë. Domethënë edhe ditët në vijim shkom në bazat e NASA-s, pikërisht atje ku është në Kennedy Space Center, i pam pak se si janë të përgatitur të gjithë pjesët, domethënë të anijës kozmike, dhe më në fund në ditën që filloi rrugtimi kuptohet se kishim një stres, sidomos kur arritëm tek vendi aty ku do të niste rrugtimi, ne ishim parafërsisht një 1 kilometër apo 1 kilometër e gjimës, mendoj mund të jetë hapësira lart, ndoshta edhe pak më shumë, por ishin shumë afër, ishim në bazat kryesore të NASA-s, dhe kishim shumë stres, për shkak se ende bëshin teste edhe në ditën e rrugtimit. Një 10 minuta para se me u dashtë të filluar rrugtimi, gjetën një problem, por fatmirësisht është një problem shumë i vogël vetëm me do bateria që marrën pjesë në këtë rrugtim. Do me thënë ai problem vetëm e vonoj për 10 minuta, morën i ndron ato baterit, i vendon të reja të pastaj filloi rrugtimi, dhe si shifet video që i kam postuar edhe unë në rrjetet sociale, kish një eufori kur filloi rrugtimi. Të gjithë njerëzit ishin në stres, por pastaj ishin në kënaqësi se me të vërtet pas sa viteve ka nisur ky projekt dhe kit ishin të lumtur. 7, 6, 25 into lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. Oh! Yes! Yes! Oh! Oh my God! Oh! There we go. Wow. Oh wow! Go! 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 Oh. On time, passing 30 seconds into the flight. Gravity passes the alternate neutral. Target milestone. Mission completion. Good performance of the 4 main engines. Stage launch system core stage. Here comes the sound. The rumble. And now it's traveling more than 1,200 miles per hour.
pastaj pas rrugtimit filloi apet ende stresi, për shkak se do të krijet I gjithë rrugtimi suksesshëm. Disa njerëz ndoshta e majnë mend The Challenger quheshte, ajo ishte një ani kozmike para një 40 viteve, kur mor rrugtimin, ajo fatkeqësisht në mes rrugtimit kishte një tragjedi dhe e humbën jetën astronautet. Prandaj në momentin në ato 10 ditë për herë kje pak një stres, por kishte edhe eufori kur filloi projekti, kur filloi rrugtimi. Gjatë gjithë kohës besoj kompania juaj ka qenë në kontakt me NASA-n edhe gjatë kohës që astronautët ndodheshin në hapësirë. Po do me thënë, ne kontakt direkt me astronautët nuk kemi. Jo me astronautët, flas me bazën për të ndjekur, po themi ato vazhdimësitë se si po shkonte. Po, do me thënë, NASA u ipte kështu si thonë, të më falësh pak shqip nuk më të këtë lafi, updates. Do me thënë, ipte updates se çfarë është të ndodhur, por nuk ishte shembull kontakt të jem kështu transparent, nuk ishte kontakt ma se okay, nëse ndodh kjo çfarë të bëjmë, për shkak se të gjithë përgatitjet kishin ndodhur para asaj. Ndoshta NASA mund të kishte kontakt me ato prime contractors si Lockheed Martin, si të tjerit, ama me ne në atë moment vetëm updates mirëshim ne. E kuptoj. Në videot dhe fotot që ke shpërnda, duken gjithë të gëzuar në fakt momentin e ngritjes, siç e the edhe vet. Po pas gjithë atyre 10 ditëve udhëtimit, besoj kompania është është mirë, se kuptohet, është inxhinierët e kompanisë tuaj të cilët kanë vazhduar punën gjatë gjithë kohës, po themi, dhe gjithë ato projekte që kanë bërë, edhe ata besoj ishin shumë të kur I shikonit për shembull fotot që transmetoheshin apo videot kur lidheshin me internet nga hapësira, me aktivitete të ndryshme, qoftë edhe me presidentin Trump që pat një lidhje telefonike, apo edhe me sallën, po themi, qendrore. Çfarë ndjesie ishte kur e vëzhgoheshit nga poshtë, po themi, që të vëzhgohesh me një gjë që ju keni punu bashkë? Po, do me thënë edhe ato kanë qenë shumë të lumtur. Unë pata mundësim për të marrë di prej inxhinierëve me mu në Florida, por kishim një numër të limituar të njerëzve që mund të marrin pjesë aty, për shkak se duhet të ftojnë antar për të gjithë kompanive që kanë marrë pjesë. Do me thënë të di inxhinier kryesor I mora me mu, por edhe të gjithë punëtorët tjerë firmës non-stop e kanë vëzhguar dhe e kanë pratitur se çfarë do të ndodh live. Ke puna këtu ke ofisi si kena në Rhode Island, kemi edhe televizora sidomos në për disa salla dhe aty kishim lishuar në live streaming. Dhe shpesh herë punëtorët shkruajnë shohin se çfarë është të ndodhur dhe fkeshin prapë, domethënë edhe njerëzit që nuk janë inxhinier, por kanë marrë pjesë në këtë projekt, domethënë ose do të them janë pjesëtar të firmës, siç mund të jenë vetëm shembull customer service, edhe ata janë ndjerë shumë të lumtur dhe shumë me kënaqësi. Dhe më në fund kur e shifshim The Splashdown, si I thonë, të gjithë kishim një group chat dhe bisedoshim aty se edhin çfarë është ndodhur direkt aty. Në fakt, çfarë ndjesi ishte kur Ania preku oqeanin pacor, kur u kthyen? Ku ishit në ato moment? Ishit në kompani, sepse ishte çike vonë ora 8 me orën këtu të në 7:10, më skabohem të East Coastit. Si e ndoqët them atë momentin e uljes në oqeanin paqësor? Po, do me tha unë në atë moment ishe në shtëpi, si shtaj këtu ka ana janë Amerikës, ka rajoni janë ishte pak më vonë se sa ndi në Kaliforni si që ishte, dhe unë ishe në shtëpi bashkë me familjen e shikojshim live, më falë pak, bashkë me do shok ishe e shikojshim live se familjen nuk e kam këtu në moment, dhe flas pak më vonë për atë. Dhe bisedojshim edhe live me atë punëtorët e firmës. Ishte një lehtësim mund të them, për shkak se derisa të zbresë kapsula në oqean mund të ndodhë, çfarë do gjë mund të ndodhë, sidomos hyrja në atmosferë. Për herë ka rrezik, edhe pse janë bërë shumë teste, për herë ka rrezik për shkak të shpejtësisë, për shkak të nxehtësisë, por siç e pam ndodhi suksesshëm dhe të gjithë kishim një ndjesi lumturie. Të gjithë pushojnë pak, por me njëherë kam filluar tashmë, okay, se çfarë do të bëjmë saktësisht me Artemis Trashin e tjerë e gjaja është.
Jo që paka shumë online kanë dalë thuajse materialet se cili ishte misioni konkret i Artemis 2-shit. Juve thatë që keni 4 vjetë që punoni në këtë projekt. Paka shumë ju e dinit se cili ishte arsyeja e këtij fluturimi për rreth hënës. Po themi misionit. Unë e ceka pak më lart, po mund të na rendisish po themi në pikat përgjithshme se cili ishte misioni konkret i Artemis 2-shit, duke qenë që jeni në po themi në brendësi dhe keni punuar për këtë projekt. Po, mundet, pa problem. Domethënë, Artemis Nishi, sot të shkoj pak hap më para, Artemis Nishi ishte një projekt ku e krijuan pikëpari një anije kozmike, domethënë shumë e ngjashme me këtë anije kozmike që marri pjesë në Artemis 2-shin. Por kur e bën testin e asaj anijes kozmike në Artemis 1, e bën pa njerëz, pa astronaut, dhe vetëm pak e qitën jashtë atmosferës tokës dhe fkien prapë. Domethënë, jo ishte faza e parë. Për fazën e dytë, misioni ishte që astronautët të jenë pjesëmarrës në këtë Orion, domethënë të hungjen në kapsulën dhe do të fillojnë rrugtimin përreth hënës. Edhe siç e the, domethënë vetëm e bën përreth hënës, nuk janë dalë në hënë, ajo do të jetë fazat në vijim. Dhe qëllimi kryesor është për të bërë testimin e Orion, domethënë sistemeve të Orion, sistemeve operacionive të Orion, se si funksionojnë në hapësirë të thellë, domethënë jashtë tokës. Ajo ishte sistemi qëllimi kryesor. Domethënë i dalën e pas me këtë teknologji që i kanë tash, nuk ish problem domethënë për gjatësinë e rrugtimeve dhe kur do të filloj me Artemis 3-shin, do të jetë pothuajse e njëjta teknologji dhe do të ndalen në hënë për shkak se qëllimi i Artemis 2-shit u krije. Shpresoj ajo pak e ka përgjigjur. Jo, ishte shumë mirë, sepse realisht në Artemis 2-shin njerëzit menduan që thjesht bën një rrotullim, ata thjesht për të bërë disa fotografi apo disa shkrepje fotografish, por besoj që ka qenë mbatja atmosferës, mbatja temperaturës, mbatja mënyrës së funksionimit të Orionit. Do më thotë të gjitha soj paka shumë çfarë thash edhe më herët, të oksigjenit, temperaturave, do më thotë gjithçka është testuar para se të bëhet e dyshi besoj. Se jo vetëm me fotografi dhe filmime që ka pafundësisht mendoj në gjithë këtë udhtim. Po, saktësisht po. Ajo që themi sinqert, ato pamjet e bukura të magnicit të hënës dhe të tokës ishin diçka e jashtëzakonshme. Po, ishin shumë ishin. Po Albon, çfarë do të thotë për ju si shqiptar të jeni pjesë e këtij misioni historik, sepse të jemi sinqert, në qytetin ku jetoni, në Rhode Island, në East Greenwich, mos gaboj, të gjitha mediat lokale kanë shkruar për ju. Kanë shkruar, kanë ardhur, kanë bërë intervista me ju, kanë transmetuar emisione, pra edhe vetë qyteti ose media lokale Rhode Island do është ndier krenar për këtë mision historik që kanë marrë pjesë kompani, cila është vendosur në shtetin e tyre. Po si shqiptar, si e ndjen, sepse gjatë gjithë intervistave besoj edhe vetë ke shpreh faktin që jeni shqiptar. Po, atë fakt nuk e kam mohuar asnjëherë. Unë jam shqiptar, u them të gjithëve, edhe me cilët kam bashkëpunuar në Amerikë në këtë projekt jashtë firmës tim, unë u tregoj se jam shqiptar, nuk më vjen marrë të pranoj se jam shqiptar, edhe megjithatë jam shumë krenar që jam shqiptar, por edhe si për pjesëmarrjen e kësaj në këtë projekt, me të vërtet jam shumë krenar. Me të vërtet jam shumë dhe jam shumë i lumtur me gjithë reagimit të shqiptarëve. Shumicat kanë qenë shumë komente pozitive, kuptohet si nga familje, si nga shoqëria, por edhe nga rajonet tjerë shqiptar, nëpërmjet portalet, nëpërmjet rrjeteve sociale, reagimi ka qenë më së shumti pozitiv dhe më ka bërë të ndjehem shumë i mirë se mund të prezantoj kështu shqiptarët në një mënyrë të mirë dhe mund të tregoj se shqiptarët me mund dhe me punë mund të arrijnë dhe të marrin pjesë në projekte të mëdha. Në fakt unë e thash pak më herët edhe Albon që në vitin e largët të Apollo 11 ka qenë një shqiptar edhe ai pjesë e një kompanie nënkontraktuese që bënte testimet, Wilson Kokalari. Dhe tani prap pas kaq vitesh na rezulton prapë një shqiptar tjetër. Pra shqiptarët janë pjesë e historisë së Amerikës. Dhe kjo është një gjë që duhet ndihemi mirë.
Shumë, po, no, shumë e vërtetë është. Shqiptarët për herë marrin pjesë në projekte kryesor dhe shpresoj, sidomos në Amerikë, të vazhdojnë të marrin pjesë në projekte të mëdha. Gjatë këtij projekti 4 vjeçar ose gjatë këtyre kohëve 4 vjeçare të punës me NASA-n, keni pas tjerë në ekip apo keni takuar ndonjë shqiptar në këtë projekt që është angazhuar apo ke pas në kontakt me një të kompanive tjera ku janë edhe shqiptar pjesë të kontribues në këtë Artemis 2 përveç kompanisë tuaj? Domethënë, pikërisht në ekipin tim nuk ka shqiptar tjerë dhe përgjatë pjesëmarrjes time në këtë projekt, fatkeqësisht nuk jam njohur me asnjë shqiptar tjetër, por nuk do të thosë se ndonjë nuk kanë shqiptarësuar në një non-kontraktues tjetër. Po, ju e thatë pak më herët që Lockheed Martin, që është kompania e madhe e prodhimit të avionëve, Boeing, kompania juaj bashkëpunon me këta dhe çfarë prodhimesh i ofroni kompanive vetëm avionëve civil apo dhe luftarak? Po, do me tha, ne punojmë me ata, veç me mund pak të zgjeroj këtu se me Lockheed Martin ne punojmë me Boeing, do me tha, firma janë merr pjesë, si thësh, përrefërsisht 80% e punës që kemi në të firma është në industrinë e aerospace and defense, si që thonë këtu në Amerikë. Do me tha, mund të jetë edhe për civile, por edhe mund të jetë për mbrojtje në Amerikë, do me tha, për defense. Përveç asaj, kemi edhe punë me firma tjerë të njohur në automotive, si për shembull ne kemi Tesla, ne kemi një prej klientëve më të mirë në automotive, kemi me Fordin, por kemi edhe me traktorat të mëdhenj me firmën e John Deere. Do me thënë, ne mund të gjendena në për shumë industri dhe në për shumë firma. Dhe produktet tonë që i ofrojmë pikërisht janë këto sensorët, janë këto kompjuterët e mëdhenja, por ata i përdorin për testime, si shtaj vetë, mund të jenë avionet publike apo commercial, si që thënë në Amerikë, por mund të jetë edhe për mbrojtjen brenda në Amerikë. Po për Teslën ofroni të njëjtët pajisje elektronike, kompjuter që monitoron apo që teston, po themi, është kompjuter që vendosen brenda apo janë makineri që thjesht testohen para se të dalin në treg? Jo, ne kemi edhe produkte që mund të vendosen, më fal pak që të kuptoj pjetjen. Këta janë në fazën para se të dalin në treg, por kemi produkte që mund të lidhen tek veturat e Teslas, që shembull e lidhin dhe nuk di nëse i shihni ato në për reklama kur i bëjnë ato testet kur me ato test dummies i thojmë. Po, produktet tonë vendohen aty brenda në ato veturat dhe bëjnë testet dhe shohin se çfarë ndodh kur do t'i bëjnë ato përplasjet. Do me thënë, juve, kompania juaj matë goditjet, sa është forca e goditjes, dëmi që mund shkaktohen, pasojat që mund sjellin e gjitha. Po, edhe forcën, mund të masë edhe forcën, një pimatjeve janë edhe forcat, po. E thash pak më lartë, fakt që ju jeni nga fshati Qegrani Gostivari dhe të shosh jetë shkrimin tënd, keni një karrierë impresionuese, të them drejtën. Keni ngritur gjithë shkallët e karrierës duke fillu punë në pizzerinë e familjes. Dhe sot drejtoni një kompani miliona dollarësh. Na trego pak për jetën, Albon, si ishte, sepse unë e di që shkollën fillore të mesmen, besoj e ke bon si është, po themi fëmijëria para se të vim të shkolla, si ka qenë fëmijëria, ke lindur në Qegran, si ka qenë fëmijëria jote, e kishe menduar në herë që do kishte kontakte me çështjet e NASA-s para se të fillojmë të pyes për shkollën. Po, do me thënë, për të qenë transparent, unë në fakt kam lindur në Amerikë, por jam rritur në Maqedoni. Do me thënë, babi jem dhe gjyshi jem i kishin për dëshirë që ne të marrim kulturën e shqiptarëve, të mësojmë gjuhën e shqiptarëve, dhe kështu që unë shkollën fillore e kam kryer në fshatin Qegran të komunës së Gostivarit, shkollën e mesme e kam kryer në gjimnaz të Gostivarit, dhe shkollën e lartë e kam kryer në Universitetin e Evropës Juglindore në qytetin e Tetovës. Do me thënë, të gjithë edukimin tim e kam marrë në rajonin e shqiptarëve, pikërisht në Maqedoninë e Veriut. Unë atje jam rritur edhe kënaqësia jem për atë vend, shumë kënaqësi të madhe kam për atë vend. Mund të them se që vetën edhe si patriot, për shkak do me thënë se tash më edhe fëmijët e mi, do me thënë njërin e kam 10 vjet, njërin 4 vjet, kam digjem.
ata janë në shkollë atje, do të thënë i madhi është në shkollë atje. Dhe unë udhtoj në mes të dy shteteve, si në Amerikë, si në Maqedoni. Që ajo ka qenë fëmijëria jote. Edhe djalit edhe fëmijëve po don t'ja interpreton pak a shumë të njëjtën gjë që ka bë babi me ty. Po, saksisht që jam të mundur të bëshen, dhe me fat me këtë punën që e kam, kuptohet kur ka projekte të mëdha dhe të rëndësishme siç ke Artemis Dishi, do të jem prezent në Amerikë, por për ndryshe e kam mundësinë për të shkuar në Maqedoni dhe shkoj shumë shpesh. Dhe kuptohet pas edukimit që e kam krijuar, karrierën e kam vazhduar karrierën profesionalist këtu në Amerikë, domethënë kam filluar prej pizzeria familjare, domethënë pjesë shqiptar, siç e dim ne fillojmë me pizzeri. Dhe pastaj jam punësuar në një firmë tjetër e cila është e njohur, quhet Pfizer, por në Pfizer isha parafërsisht vetëm një vit punë. Pfizer është një kompani që shpiki pastaj vaksinën e Covidit, por nga sa e pash jetë shkrimin tënd, ti kishe punu para se të filloj Covidi me kompaninë Pfizer. Po, do me thonë kjo ishte para Covidit, ishte parafërsisht dikund ka vitit 2015 kur kam fillu në Pfizer, por unë punova në atë bazë ku janë shkencëtarë. Do me thonë unë punojsha si kërkues për produktet për ato shkencëtarët. Ati isha i punësuar për një vit dhe pastaj e pash një pozitë në Le Grand, që më tërhoqë interesin tim, ishte menaxheri projekteve, do me thënë anglisht që thojnë project manager, dhe edhe për ati isha menaxheri projekteve për shumë projekte kryesor në industrinë e data center, si që thojnë anglisht, do me thënë qendrat të dhënave. Unë i menaxhoisha projektet për klientët tonë si që janë LinkedIn, do me thënë atër sa ishte u zgjeruar LinkedIn, blente shumë produkta pile grand dhe formonte data center, do me thënë këta bazat i formonte si në Virginia, si në Kaliforni, si në Texas, por edhe në Singapore formonte në atë vakët këta qendrat kryesore, por edhe Amazon, AWS, i kishim klientë të mirë, i kishim Microsoftin, i kishim Walmartin që është andi në Arkansas, i thonë ku kanë bazën kryesore dhe ata për këta data center. Se kjo ishte një korporac shumë e madhe Le Grand. Dhe sipas punës që i kam bërë aty për 7 vjet, nëpërmjet një recruiter, siç i thënë anglisht, më panë për këtë firmën e Devetronit, dhe e mora rolin kryesor që ta udhëheq firmën, do me thënë si president i firmës. Dhe këtu jam që 4 vjet. Po, është pak e çuditshme në fakt, sepse shumica prej neve mendojmë që ti çojmë fëmijët në Amerikë, që ti shkollojmë, e ti edukojmë, që të keni karrierë të mirëfillt brenda Shteteve të Amerikës. Rasti jot është komplet diçka ndryshe. Ke bërë shkollimin në Maqedoni dhe karrierën po e bën në Amerikë. Pra, kjo do të thotë që nuk është patjetër të marrësh shkollën në Amerikë që të bësh karrierë këtu, besoj. Ja, shumë mirë, nuk është patjetër. Unë mendoj se njerëzit edhe në rajonin e shqiptarëve, si është në Maqedoninë e Veriut, si në Kosovë, si në Shqipëri, mund të marrin edukimin e duhur, por duhet me mësuar. Unë kur isha i vogël e kisha shumë merak mësimin, domethënë i vendosha shumë vëmendje mësimit, dhe pastaj atë edukimin si e merr, duhet me u mundo për të arritur një qëllim. Unë kur erdha në Amerikë dhe kur e vazhdova karrierën time profesional, kuptohet kishte shumë sfida dhe kisha shumë konkurrencë për këto pozitat që i kam mbajtur unë. Por me gjithë mund dhe me punë i adala dhe tashmë jam në një pjesë kështu udhëheqës kryesor i kësaj firmës, që ka partner si NASA, ka partner si Boeing, si Tesla, me punë mund t'ja dalish edhe me marr edukimin në atë rajone. Të mjafton thuj të kesh vullnetin e mirë dhe dëshirën e mirë. Po. Po në fakt ta mendosh Albon të gjithë karrierën profesionale tani po është ushqen brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju e thatë edhe pak më herët që jeni i lidhur shumë me vendlindjen dhe me sa thatë edhe shkoni shpesh andje. Por duke qenë që ti shkon edhe shpesh dhe i ndjek, po themi edhe ato se çfarë po ndodh andej. Çfarë mendon për këtë ditët e fundit ka pas edhe protesta studentëve shqiptar atje për lidhje me gjuhën. Kush mendon se ka fajin më të madh që studentët detyrohen pas kaq kohësh nga marrëveshja e orit të dalin përsëri protestë për gjuhën?
Po, do me thënë si që tha edhe vetë, I kam pratitur këta se çfarë ndodh. Këto javë të fundit kam qenë pak më I angazhuar për shkak të projektit të Artemisit, por ende I kam shikuar dhe I kam pratitur lajme se çfarë ndodh në Maqedoninë e Veriut, dhe I kam parë këto protestat. Do me thënë, unë mendoj se studentët në përgjithësi kanë të drejtë, si çdo kush tjetër, për kanë të drejtë të protestojnë se provimet duhet të jepen në gjuhën shqipe. Gjuha shqipe unë mendoj se është një gjuhë zyrtare në Maqedoni, dhe shqiptarët duhet të kenë të drejtat e tyre për të bërë testet të provimet në gjuhën shqipe. Unë për vete kur isha në universitet, kuptohet në kam pas degën e juridikës, por të gjitha provimet I kam bërë në gjuhën shqipe, përveç atyre që duhet të jenë në anglisht, siç mund të jetë shembull gjuha anglisht apo gjuha franceze I kam bërë në frëngjisht. Përndryshe të gjitha provimet kanë qenë në gjuhën shqipe dhe mendoj se çdo student duhet të ketë atë drejt. Albon, para se ta mbyll, fakt do të pyesja prindërit ose gjyshi thatë më herët që na I dërgonin neve fëmijëve që të mësonin gjuhën ose kulturën në Maqedoni. Në cilin vit ka ardhur babai juaj këtu në Amerikë, ka ardhur babai apo gjyshi? Do me thonë të di, babi im ka qenë 4 vjeç kur ka arritur në Amerikë me gjyshin tim. Ata kanë ardhur nga viti 1971 përafërsisht. Dhe prej atëherë edhe ata kanë punuar në Amerikë, kanë qelur biznes familjar, por e kanë patur atë dëshirë për të na dërguar në Avagje për të studiuar, për të marrë kulturën shqiptare. Edhe ata ja dalën, edhe shta unë fatmirësisht jam të bërë këtë bashkë me fëmijët mi, por veç duhet të them se përveç që unë edhe vllai jem, edhe gjimtë e agjit tim, edhe ata edhe pse kanë karrierën profesionalist në Amerikë, ata fëmijët e vet janë të qenë në shkollë në Maqedoni. Më bëhet shefi, edhe të gjithë jeni në Rhode Island apo jeni të vendet ndryshme të shpërndar? Të gjithë jemi në Rhode Island dhe të gjithë jemi këtu në një katun si quhet Westerly. Që shoj kemi në shqiptarë duam të rrim bashkë. Po jo, shumë mirë, sepse I bie që një pjesë familje se keni këtu, një pjesë keni andej, kështu që është gjë e mirë kjo. Bon, shumë faleminderit dhe shumë suksese. Na keni bërë krenar shumë shqiptar me punën tuaj. Faleminderit shumë. Nëse do të dëshirë të shtosh diçka, unë jam I hapur për çfarë do që mendosh që mund të shtosh apo të... Po veç dysha edhe një herë, e thash pak më para, por dysha edhe t'i falenderoj të gjithë shqiptarët, se me të vërtetë më kanë qenë të ndjem shumë krenar në pjesëmarrjen e këtij projekti. Të gjithë kanë dërguar mesazhe dhe komente shumë të bukura, shumë pozitive, dhe e kanë thënë edhe familjen tema të ndjehen shumë krenar, kanë shkuar pjët gazetar tek shtëpia e familjerisë tim atje, e kanë parë se kur jam rrit, kanë bërë intervista si me familjen tim për mua, dhe me të vërtetë ka qenë një ndjenjë shumë e mirë dhe jam shumë falënderues për të gjithë komunitetin shqiptar për pozitivitetin e tyre. Albon, faleminderit, e meriton, edhe të uroj vetëm suksese dhe mbarësi dhe do zoti po takohemi ne më shpesh tani, duke qenë që në Rhode Island si jemi larg, 2 orë diçka me makinë, por do kemi radhës tjetër në projektin e radhës që keni Artemis Treshin, do të vish në studio pastaj. Po, re rahat, për dhe mund të foli kështu publikisht pak më shumë për atë në program dhe vi të këti një projekt pareve dhe mund të vi në studio të bëjmë diçka edhe live për tërë. Miq, këtu erdhi fundi edhe këtij episodi. Ju falenderoj pa mas për subscribe-et, komentet dhe pëlqimet apo pyetjet që keni drejtuar. Dhe do ju lutesha ta shpërndani edhe me miqtë tuaj faqen tonë, pasi do të sjellim gjithmonë personazhe interesant. Gjithashtu emisioni mund ta dëgjoni tashmë edhe në Spotify, Apple Store me të njëjtin emër, ma shqip me Flamur Vezaj, po me të njëjtin emër mund ta gjeni edhe në gjithë rrjetet sociale ku kërkoj që të bëni follow. Në fund mos harroni të lexoni dhe të informoni për lajmet e fundit nga Shqipëria, Kosova, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe diaspora në mashqip.com, si dhe të na ndiqni në rrjetet sociale. Deri në episodin e radhës, mirëmbëjtje dhe faleminderit.